Dhuratat mbeten një nga mënyrat më të bukura për të shprehur dashurinë, mirënjohjen dhe respektin në 14 shkurt, ditën e Shën Valentinit. Çdo vit kjo festë shndërrohet në një moment të veçantë për çiftet, të rinjt dhe jo vetëm, që kërkojnë të surprizojnë personin e zemrës me një dhuratë simbolike apo një gest romantik. Këtë vit në modë duket se janë përgjithsisht arushat prej pellushi, të ekspozuar në vitrinat e dyqaneve nëpër masa dhe ngjyra të ndryshme. Me zemra të kuqe apo mesazhe dashurie, arushat janë kthyer në dhuratën më të kërkuar. Ata preferohen nga të gjitha moshat, si nga adoleshentët që festojnë dashuritë e para, ashtu edhe nga të rriturit, që zgjedhin një simbol klasik për të shprehur ndjenjat. Përveç arushave, në listën e dhuratave më të preferuara, renditen edhe aksesorë të tjerë romantik. Tullumbatëset në formë zemre, petalet e trëndafilave dhe kartolilat me dedikime dashurie, mbeten zgjedhje të sigurta për ata që duan të krijojnë një atmosferë të veçantë. Ndërsa më romantikët zgjedhin qirinj aromatik, të cilët përdoren për të organizuar darka intime në ambiente të dekoruara me kujdes. Megjithatë, ndryshe nga entuziazmi i viteve të kaluara, këtë vit vjet re një tendencë më e përmbajtur në blerje. Situata ekonomike jo e favorshme duket se ka ndikuar në buxhetin e qytetarëve, duke i detyruar ata të bëjnë zgjedhje më të kujdesshme. Shumë konsumator orientohen drejt dhuratave simbolike dhe më pak të kushtueshme, duke shmangur shpenzimet e mëdha. Atëherë nga klientët më shumë janë preferuar arushët, po ka edhe aksesorë të tjera si tollombace me zemra, petale lulesh, ke filxhan që janë me dekore zemrash, po më së shumti janë vetëm arushët. Arushët nuk shoqërohen me diçka tjetër apo vetëm thjesht? Ke të thjeshta, ke nga ato që janë vetëm me zemra, që mund të kenë një zemër të vogël, po që për momentin ke dhe qirin që preferojnë akoma më shumë, po që këto janë, këto dy produktet. Në krahasim me vitet e mëparshme, ka diçka ndryshe këtë vit? Çfarë është preferuar më shumë të mëparshme? Gjithmonë janë vetëm arushat që preferohen akoma më shumë. Po moshat cilat janë? Ke mosha adoleshentët, janë më të shumtë që janë, vinë edhe blejnë, po ke dhe mosha pak më të mëdhaja. Ato më të mëdhaja çfarë preferojnë apo arushat ato? Arushat, betejnë këto gjërat e tjera pas ato tollombace. Edhe adoleshentët e arushat janë. Po, të arushat gjithmonë. Pavarësisht sfidave ekonomike, nevoja për të festuar dhe për të shprehur dashurinë mbetet e fortë. Në kohë të vështira, gjestet simbolike marrin edhe më shumë vlerë. Një dhuratë e vogël, një mesazh i ndjerë apo një surprizë thjesht mund të kenë më shumë peshë sesa një shpenzim i madh. Në fund, 14 shkurti mbetet një ditë emocionesh, ku rëndësi ka jo çmimi i dhuratës, por mesazhi që ajo përcjell. Qoftë një arush prej pellushi, disa petale trëndafili, apo një darkë organizuar me dashuri, thelbi i festës së Shën Valentinit mbetet i njëjtë. Të kujtojmë dhe të tregojmë sa shumë vlerësojmë personat që kemi pranë.